të mirën e këtij veni. E jo që mundohem shqiptarët me i bë të mirë, e që është e domosdoshme. Po dohet të ishte domosdoshme edhe listën serbe me bë të mirë për këtë vend. Me nxit, përderisa kjo ta marrin paga, marrin privilegje, marrin buxhet për KQZ-s. Ky do të ishte një politikani më i dobishëm i këtij vendi, Ky lloj kursi duhet Kosovës. Absolutisht, kur ti secilin e bën të dobishëm për vendin tënd. Për të punuar Prishtina që ta pluralizojnë mjedisin të serbë, mos i lë serbët në ndikimin e vetëm të Serbisë së Vučićit. Po pse mos me heket ndikim kur ti e pagun? Do me thonë ti pagun, si me thonë, arbet për me të bë dëm. Qytetarët serbë të rënojnë shtirë, pa presion. Unë kam qindra informata dhe shumicës kjo. Absolutisht, unë kam qindra informata të verifikuar. Si serbët lokal, edhe në secilën pjesë Kosovës, e sidomos në këtë qeverisje, në momentin që kanë bashkëpunu, kanë dhënë informata kundër krimit organizuar që bëjnë serbët në Shqipëri, gjithçka, ata janë zbulu pikërisht të këto grupe. E sidomos këtë qeveri. Besoni që kanë me dalë, se shqiptarët këta janë. Nuk dojnë me pagu kosto politike, po për ministrave dhe zavendës ministra të qeverisë Kurti, kanë me dalë... Emra që? Jo veç emra, kanë me dalë raporte? Ngjarje e komunikime që janë shumë damshme për Çka janë të komunikime, do thënë? Komunikime se si serbë njoftojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, ministra, zavendës ministra për planet e Radojčićit në Kosovë. Dhe? Edhe këta njerëz heshtin? Jo heshin, kur kanë komunikuar, këto komunikime janë të telefonin e Zotit Kurti, unë i kam pa vetë. Po, kam dhënë fjale besë, edhe pse kam dhënë fjale besë, do t'i qëndroj kësajna, për arsye se nuk i besojnë së dasë kuptimit politik policies, po në jam gati më përballë dhe më përplas me secilin institucion këtë vend. Që po, në telefonin e Zotit Kurti, ka komunikime nga ministra, zavendës ministra, që i dërgojnë informata, jo 4 ditë, po javë të tëra më herët për Banjskën. Edhe, a di që ka ndodhë? Kur ka lyp konfirmim të informatave, këta njerëz i kanë dërgu me emën edhe kushin serbët lokal. Edhe këta serbë janë dekonspiru, pikërisht e lista serbe. Qeveria unë i ka dekonspiru. Kjo është akuzë rëndë? Jo, është akuzë, kjo është në vërtit. Kjo është në vërtit. Jo, po thëmë është akuzë, me cilën të duhet të merej organi akuzës. Kjo është në vërtit që dhe të merej. Në një shtetë normal është dashtë të merej drejtësia në momentin kur kryeministri sfidon institucionet e sigurisë, sundimin e ligjit. Derimi Sufaj është vetë në nësën sistematik nga Zoti Kurti. Për ata po thamë, kjo nuk ka orë me ndërtu këtë vend, kjo ka orë me demtu edhe me shkatru çdo arritje që ka ndodhur në këtë vend. Pra ti ke orë, a jetë ti qeverisja që ke orë me implementu gjitha marrëveshjet e dëmshme që i ka konsideru në atë kohë. Llogarit çfarë dome politiki kemi bë vendit. Tash llogarit zajednicën që ka qenë kusht me bë Kosova për me njoh Serbia Kosovën, ne kemi reduktu në normalizim të marrëdhënieve. Nuk ka tradhime më madhe që ka bërë këtij vendit. Nëse ajo ka qenë kompromisi më i madh dhe më i dëmshëm që ne, si qytetarë politike këtij vendi, duhet me bënë raport me Serbia që Serbia me njoft Kosovën, ti këtë marrëveshje e ke reduktu në normalizim të marrëdhënieve. Kjo është dëm. Nuk është më... Nga natyra e kryengris, të gjitha këto probleme ishe i ndëgjon, ose i ke informacione shumë në të mëdha se sa një njeri i rëndëm të azëm. Dhe nga natyra e kryengris, këtë natyrë të kryengritjes, po them në formë proteste, në formë avokimi, në formë paknasie, do ta shohim dhe në rrugë. Deri tani nuk e kemi parë në gjithë këto vite. Po, protesta është e drejtë themelore. Demokratike. Demokratike edhe realisht protesta të regën edhe so demokratike është edhe vetë Republika si tërsi. Normalisht këto që ka ndodhur në këtë qeverisë 6 vjeçare, në raport edhe me
me sigurinë edhe shëndetin e punë, raporto me sindikatat, edhe me çmimin e energjisë. Ne ju vetëm që kemi dhënë 1 miliard Serbisë energji, po ne tash po vazhdojmë për mbi 200 milion me dhënë Serbisë blerit e zhavorit që po e bojmë në Kosovë, që kanë mbyll këtë kompanit këto, ja ka revoku licencat. Pra, protesta do duhet të ishte masovike, edhe jo vetëm protestë masovike, absolutisht. Protestë e dhënshme deri në shkarkimin e kësaj qeverie edhe burgosin e këtij kryeministri. Absolut nuk ka me pas. Unë e kuptoj edhe jam shumë i vetëdijshëm çka po flas. Edhe secilës shkërojnë, jo secilës fjali, po secilës shkërojnë që unë them i rri karshi me dinitetin e integritetin më të madh timin. Edhe unë jam shumë i vetëdijshëm për të thënë se jam përballë të jemi përballë kamerave të cilat është dëshmi. Nuk ka me pas kryeministër politikan më dëmshëm deri në këtë gjenerat tonë se sa zoti Kurti. Pra një njeri që ka shkarravitur, ka qërëditur çdo gjë që është arritur këtë vend, e thash me të metat edhe me dobësit që ka kalu. Do llogarit, do me thonë, ku ka shëndru shqiptarët në secilën raport me Serbien. Për te sa llogaritë në çfarë armiqësie po i fut shqiptarët me Amerikën për gazin. Llogaritë në çfarë armiqësie. Çfarë që keni për gazin e lëngshëm amerikan? Po nuk do të thonë Rizvanullit i tha në letër ambasadës amerikane që Kosova ka prioritet gasifikimin nëpërmjet të nxjillit. Ta nuk kanë prioritet asgjë. Ta kanë 6 vite importuan 1 miliard euro. Vetëm prioritet e kanë me dëmtu Kosovën si tillë, edhe si republikë, edhe si shoqëni, me rrit kapitalin e tyne. Dhe më thonë, këtë qeveri që ka bon është veç ka shtu metat katrore të kapitalit e tyne. S'ka minister i këtij kabineti, zyrtari i këtij kabineti që nuk i ka shtu metat katrore të pasunijes. Edhe këtë, atë shka e di under table është edhe më e madhe, po jenë vetë me deklarimet. Të ti marrin prej UD-s presidentës e të poshtë, dhe më thonë, ta veç i ka drejt kilometrat katrore të pasunisë dhe të mirëqenies së vetë. Madje edhe kur kanë pas nevojë kjo qeveri si me shëru anëtarët e familjes vetë, përveç që kanë pas kontet e tyre me miliona euro të vetë deklaruara, në mënyrë jashtëligjshme, jashtë procedurale i kanë marrë buxhetit Kosovës parë dhe i kanë shëruar jashtë. Pacientët kosovar marrin infuzione me myg brenda nga India. Pacientët kosovar, nënat e gratë tona s'kanë nuk ishë si me cilësu. Duket se nuk u paraqet me asnjë gjë lajm për ju. Absolutisht, dhe më thonë se cila sfit. Nesët, kur flasim të rrit, kemi 10.000 nxënës më pak e 2.500 student më pak. Që tregus? Që është tregus që Kosova është të shku drejt shkatrimit të strukturës. Nuk është shpesa premtimi për ta. Jo, unë isha tash 4 ditë në Itali e takova shumë njerëz që të një personalisht edhe kanë votu zotin Kurti, edhe kur ti diskuton me ta, e shese asa ta s'kan arsye. Ka një shkputje këtu midis realitetit që e jetojmë dhe një bindje që kanë. Absolutisht, nëse i kemi sot 611 varë më shumë të vdekim në aksident për vitit 2021 dhe 2026, kjo është realiteti. Ti mund është mos me besu një të vërtet, po pëse se besën e vazhdën të jetë e vërtet. Ti mund është me besu një gjenjeshër, po pëse vazhdën me besu e vazhdën me qenë gjenjeshër. Për çdo ditë kemi vdekje të njerëve. Vetëm gjatë këtij viti, gjatë 6 muajve të viti kemi bërë 20 vdekje. E vërtet. Madje kemi para 2 ditë ndodhë qënë hasrejti, djallë hasrejti nga Malisheva, i cili vdet që edhe ti një brest të një familje. Në nivel normal do duhet të ushton të sheshit Tiranës, po ushton sheshit Tiranës me mbështetje të disa deputetëve të vetëvendosjes. Edhe pse zoti Rama tha se nuk e bëj përgjegjës Kurtin për këtë. Kujdes mbase politikisht. Në fakt, kjo gjuma politike është shumë dimensionale dhe shumë herë për qytetarin e thjesht mundet me qenë komplekse, po pikërisht